Ja, Blu Televizioni Vlorë. Është një qytet Vlora që ka gjithmonë probleme me trafik. Po. E shihni si problem këtë qarkullimin e rënduar të autometave. Po mi tani njerëzit ç'a të bëj? Jo, po them, jo njerëzit, po pse vjen ky si problem? Pse vjen si problem që ka trafik? Po të gjithë njerëzit tani kanë 2 na 3 makina në shtëpi, nuk ka njeri. Një ose, do me thënë se janë 3-4 kurora, dhe kështu që na makinat, na njerëzit që kanë ardhur nga jashtë, na këta turistat, edhe... Mendon se një faktor që shtohet e trafiku është edhe rrugët që janë shumë të ngushta? Tani e kanë parë të arsyeshme ata që i kanë bërë. Ata gjithmonë për mirë janë... Po, sigurisht, po kanë ndikuar të që... Po, ndoshta dhe mund të ketë ndikuar, ndoshta. Po cila mund të jetë zgjidhja, Zoj? Çfarë sugjeron për zgjidhje? Po zgjidhja tani janë bërë. Vlora tani është bërë shumë e bukur. Po, se Vlora ka qenë, se unë kam 30 vjet në Vlorë. Vlora ka qenë, çfarë të them unë? Po tani janë problem? Parkimi po patjetër është, se makinat, ka makina andej, ka makina këtej dhe edhe ajo rrugë që është aq e vogël, prap ka vështirësi. Pra zgjidhja fillon nga parkimet e këtë fjalë. Po. Do të zgjidhet edhe në vitet vijim? Ke shpresë të marrë tjetër gjë? Po patjetër që kemi shpresë, shpresa vdes e fundit. Dhe çdo gjë ecën para. Edhe ju falem.